Bismillahirrahmanirrahim, të lëshikues të ndëruar, kudo që jeni, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamu alaikum, paqja, mëshira dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Tema për cilën ne do të diskutojmë në këtë emision me bashkëbiseduesin tim Fahrudinin, ka të bëjë me një çështje që është shumë e rëndësishme, është aspekti i riskut apo që ndryshe i thojmë furnizimi. Çka do të thotë risku apo furnizimi nga koburimin? Çka kërkohet për njeriut apo për besimtarët me theks të veçantë të bëjnë raport me sigurimin e riskut të furnizimit, gjitha këtu janë çështje që cilat do t'i debatojmë, do t'i diskutojmë së bashku, pse jo edhe të kemi ndoshta këndvështrime të ndryshme apo çështje të ndryshme sa i përket aspektit të rrezikut. Ajo që ndoshta si fillim nga ana ime është e udhës që të themi është se risku është për i Zotit madhreshëm. Kjo është ndoshta ajo që e çel edhe debatin mes neve Fahrudin, dhe kjo është ajo bindje që duhet ta ketë çdo besimtar. Po shpesh herë praktikisht ndodhet se kur njerëzit e kuptojnë që risku është për i Zotit, atëherë thonë pse më punona, pse më angazhu. Këto e vërtetën e Zotit në Kur'an, sura Dhariyat ku Zoti thotë: "O fisema i rizqukum wa ma tu'adun." Në qiell është risku ju dhe ajo që është premtuar. Te bukur e cike që the risku furnizimit, do thotë risku nuk është vetë çështja e ushqimit, risku është shumë lloj. Evlat janë risk, gruaja, pasunia, këto janë risk. Dituria, çdo sa është risk, po problemi që zakonisht neve na mundon është çështja e pasurisë, po aspektin material na shumë e kuptojmë çështjen e riskut, edhe kjo zakonisht është që ajo neve na mundon shumë edhe na merr prej kohës tonë gjatë jetës, cilën shpesh herë edhe shkaku i kësaj na i lojmë edhe obligimet edhe adhurimet, të thonë që nuk kem kohë, po duhet me hangër, po duhet me punu, po duhet me pas. Të risku që përmendë, shpesh herë njerëzit që kemi mujt me vërejt praktikisht e selektojnë riskun ose e parcializojnë, e ndojnë atë kuptimin vetëm aspekti euro, pareve. Më thonë dhe mendojnë që gjithë shka lidhet me këto, dhe ndoshta po jetojmë kuën e materializmit, ku teknologjisë, kur gjonat jenë bonë, njerëzit e kanë shintru materian. Edhe shofëm, po besoj që edhe një pjesë e madhe të teleshikuesve pajtojnë me neve që ndoshta bisedat e shumta që bëhen në për oda, në për ndajat ndryshme, në për kuvende ndryshme, shofim që njerëzit aja që më shumë të preokupon në çysh me orë deri te fitimi. Me theks veçantë më me ordit e pasuria. Dhe këto konsiderojnë domethënë gjithçka. Ndoshta është një çështje e cila edhe emisioni ka qëllimin që këto koncepte pak le mos sqaru, në mënyrë që njerëzit më bedal pikë këtij emisioni pak më ndryshe, pak më dal me një. Ajo që është e qartë, që duhet është fjala na me kuptuar dhe me kon qetë në këtë aspekt është që kjo që mos më bëj sikur nëse kam drejt me thonë, nëse më duhet me thonë, sikur qartën me nga mas dynjes, mas riskut, ndërsa shumë obligime tjera milon anash. Çështja e riskut duhet me ditë që prej Zotit është e garantuar. Mirë po, kjo që është e garantuar nuk do të thotë që na tash me najt në kokër shpinë, mos me punu hiç se çka e ka caktuar Zoti vjen. Jo se çysh i marr shkaqet, a punon për çata as punon. Tregohet një rast, ka ardhur një njeri te pejgamberi sa lyps, e pes got dorën thotë me mnimu. Thotë pejgamberi sa ma ki diçka në shtëpi. Te kam një gotë ose një qylem, një tepe. Thotë bëmi atë. Edhe ja bën. Thotë pejgamberi sa ma ka kush që i dën mi blej këtu. Njëri thotë unë jap 1 dirham, njëri thotë unë jap 2. Edhe pejgamberi këtij mashtrej që e paguajti, ja shiti atë. Edhe tha këtij, me këtë dirham shkoblej ushqim familjes. Me këtë tjetrin shkoblej thotë një sopatë, dil puno dru. Mos u kthet 2 javë ditë. Kur kthehet mas 2 javë ditë vjen i parfumos, një veshën mirë, jo si lyps më. Tash a mundet me thonë që unë e kum pas risk me najt fukara, jo. Po çysh të punojsh. Duhet me di që duhet me punu për me tat riskun. Se ato që e ki caktu me poviq, duhet me lëviz pak, se çështja e garancës të riskut që na shumë mundohëm mastina është një problem që Zoti na e ka garantuar riskun. E kemi të garantuar, por nuk na e ka garantuar gjenetin. Por që ta nëse ishdesh me nga shumë, që shngojmë mas riskut, ishdesh me nga mas kësaj që nuk e kemi të garantuar, se Zoti s'na harron. Ato që na e ka caktuar me e marrë, kush s'mundet me e marrë. Ndoshta këtë që
që e përmend e kisha ilustru me rastin e Omerit. Janë dy raste që do t'i kisha shkëqit për historisë islame, që tregon konceptin se çush e ka kuptuar gjenerata e parë, cilët i ka edukuar Muhamedi alayhis salam, çush e kanë kuptuar rrezikun. Rasti i parë është kur Omeri ka hyrë në xhami me fal namazën dhe ka pasur që një grup trive, zot për punë, në farforme, me muskuj, po qëndrojnë në xhami vazhdimisht edhe pas namazit. Po ndalet Omeri dhe ai vazhdimisht e ka bërë në shkap me cilën domethënë ka dalë, ka shëtit dhe është mbajt. Dhe po i pyet, thot, çka është puna juve? Thot, ne qëndrojmë në xhami vazhdimisht, namaz pas namazi, pe adhurojmë Zotin e Madhreshëm. I pyet Omeri, njoftohet me ta. Thot, a keni familje? A jeni të martuar? A keni fëmijë? Thojmë po. Kush kujdeset për fëmijën e jo? Thot, kush të bën rahmet, që thojmë na, popullit që thot, kush bën rahmet, kush na jep lëmosh. Atëherë thuhet që Omeri i ka rrah shkap. Dhe i ka thonë, dilni, kërkoni rrezikun se qielli pe qiellit nuk pik as ore as argjend. Në farforme Omeri u ka shpjeguar se këta njerëz kanë pas probleme të kuptojnë të Islamit. Namazi e ka kohën e vet, po është koha e punës. Namazi e ka kohën e vet. Po Zoti kur ka thirr për shembull namazin e xumos, pastaj ka thonë shpërndani në tokë, kërkoni për të mirat që Zoti ka përgatitur për juve. Prandaj rreziku është i caktuar, po duhet me kërku. Pra është Allahu xhallahu ka caktuar rrezikun, por Zoti ta ka bënë obligim edhe rruga që çon të rreziku. Prandaj nashta ky është ai koncepti, ky është rasti i parë që sqaron konceptin që me kuptu rrezikun, jo vetëm se diçka që është e determinuar, në kuptimin që ta shpejtia nuk kërkohet, po është e lidhur me punën dhe angazhimin. Domethënë Zoti ka kriju shkaqe dhe shkaqet e ki obligim mi marr. Qysh e ki obligim mi marr? E ka shkak për marrë të rreziku është puna. Prandaj punën e ki obligim. Dhe nuk mundesh më arsyetu që Zoti ma ka caktuar rrezikun pa marrë punën. Nëse ti angazhohesh punën, atëherë ti në farforme i mbështetesh Allahun. Dhe rasti i dytë që mos më ta marr kohën ty, është kur Omeri në kohën e haxhit. I ka pa disa persona të cilët po shkojnë me kry haxhin, po lypin haxhive të tjerë. Për me hangër, për me pi. Dhe për thot, kush jeni jo? Ata po i përgjigjen, imanën e fort, besimin e fort. Për thënë, na jemi ata që ju kemi mbështet Zotit Madhreshëm. Na jemi ata që kemi mbështet Zotit Madhreshëm. Atëra çka po thotë Omeri? Thotë Omeri, ju nuk jeni ata që ju keni mbështet Zotit Madhreshëm, po ju jeni rënacaka. Me këto po do më thonë që ai që mbështetet Zotit Madhreshëm, ai punon, edhe u dosh me marr atë anxhikun, me marr atë Zotin që i kanë thonë pleshtat furnizimin me vete, si rezultati punës që kanë bërë. Zoti në Kur'an thotë është ai, Zoti që ja u kanë nështruar tokën. Hesni nëpër to. Hesni nëpër to. Punoni, lëvizni. Edhe hani prej rrezikut tina. Rreziku është i tina, prej tina vjen. Është e garantuar, për këtë arsye transmetohet një hadith atje një hadith kutsi ku Allahu xhallahu thotë o rob jam, të kom kriju për me mboj ibadet mos luj. Të kom kriju me mboj adhurim mos luj. Ta kum caktuar rrezikun, mos u lodh. Po jo mos u lodh tash rrin kokër shpinë. Se tregohet bashkë me Omerin e herë, ka ardhur ka gjetë një djalin në xhami i shtrim, veç po falet. Po çe tu bu këtu? S'është koha e namazit tash. Kry koha e namazit, çe tu bu? Apo tu ardh udhës ta e posh një plumb të lëndum, tani plumb tjetër vik edhe u shqek. Tha, pse s'po bësh ta ti sikur çaj plumbi i shnosh, mi pru dikuj që sakat, po ti i shnosh i ardh i bar për shoqëni. I bu bar për shoqëni, i bu parazit këtu. Edhe në mur shtokën e menar i dha dak del tha se s'është koha e namazit. Për këtë arsye Allah po thotë mos u lodh, si çikish natën me ramë fletë, mos me të kap gjumi pse a kam me hangër as kam me hangër. Ti a ke bu punën? Mos u mërzit. Zoti ta çon rrezik. E thotë Zoti, nëse i kënaqen me ato që ata kum caktu, ki me kanë tonë i livdum, edhe i nderum, edhe ku me ta qetësu shpirtin e trupin. Po nëse s'knaqesh me ato që ata kum caktu, thotë ki me nga mas rrezikut, sikur e gërsina mas gjahut vet, thotë ki me kanë i poshtrum ton, s'ki me kanë rahat, i ke pa ata që ngojnë mas dynja, se s'mirën hiç me Zotin. Si merr gjumi natën. As gjumi, si merr duhet me pi barna për me flajt, s'janë rahat non stop në presion, për çfarë arsye se tu nga mas rrezikut. Caktu me ki, mos e tepro, nga po mos e tepro. E po thot Zoti në fund, përfundimi është shumë interesant. Nuk në të dy rastet nuk ki me marr prej rrezikut përveç ato që ata kanë caktu. Edhe nga si ngërsim badi hova ki. Për këtë arsye duhet me di që na duhet me lyp rrezikun, po jo me prit në kokër shpinës,
se është rasti i Merjemës kur në momentet e fundit para se me lind, kur kanë ofër palmës aty, edhe sikur gruaja do të thotë para lindjes çfarë fuqie ka, çfarë takati ka, çfarë forcë, s'ka takat. E dërmume para lindjes. Ama Zoti i thotë shkone palmën e hurmës. Palma e hurmës çfarë trupi ka, çfarë forcë. Problema me shkun ato, një mashkull. Po Zoti i thotë ti veç merri shkaqet, bëni një lëvizje, preke palmën e hurmës. Kanë me zbrit fruta pinalit, kanë me ra fruta pinalit. Kjo të kallëzon që Zoti për neve lyp me punu me lëviz, e tani risku vjen që është i garantuar. Të kjo do shta më ndërlidh e përmene shumë një koncept që është shumë i rëndësishëm për shoqërinë tonë, qenit parazit, apo më bëhe handicap për shoqërinë, për antarë të tjerë të shoqërisë. Nëse shohim porosit e kështu në formë universale të pejgamberit, një prej raste pejgamberi ka deklaruar, ka thonë kur e kanë pyetur cili është njeri më i mirë, ka thonë njeri më i mirë apo njeri më i mirë tek Zoti më ndryshëm ai që është më i dobishëm për shoqërinë. Dhe nëse e shiqen vetëm këtë koncept, kjo është koncept i cili në vetë ngërthen një domethënie shumë të madhe. Ti nuk mundesh më koni i dobishëm për shoqërinë nëse nuk lodhesh, nëse nuk angazhohesh, nëse nuk punon. Po kur e sheh po ashtu Zoti më ndryshëm Kur'an në 10 vende, ndoshta edhe më shumë, ka porosit me shpenzu në rrugën e Zotit më ndryshëm. Prandaj nëse je i varfën, nuk angazhohesh, nuk punon, atëherë do të ketë pamundshme në një formë që me shpenzu. Por sikur Zoti në mënyrë indirekte na nxit neve, në lloj reciprociteti. Nëse ti punon, Zoti ka më dhënë ty, por ti nëse jep, pe asaj që ta ka dhënë Zoti ty, Zoti ka më ta shtu pasuninë. Ka më ta shtu pasuninë, ka më dhënë bereqet në ato që. Prandaj këta persona, cilët e kuptojnë rrezikun se diçka determinuese e caktuar vrapove apo nuk vrapove, këtyre mundi më thënë që është ajo kafshata e gojës, për cilën nuk unë mendoj kështu që është ajo kafshata e gojës për cilën nuk kemë vdek nga uria. Mirë, për nëse dënë me pas në formë një jetë pak më të rahatshme, ndoshta është ky koncept pak më ka ndoshta disa nuanca dallimit mes asaj që the, po thamun, po kuptimi është që ku po du me mriju është taja se njeriu duhet me punu. Dhe nuk guxon njeriu më arsyetu me kaderin, caktimin e Zotit, se njeriu kur është, ne e dim që kur është akoma si në embrion, në barkun e nënës vet, atëherë kur t'ju dhurohet ato 4 gjana që shkruan mesin e tyre është edhe risku. Mirë, po riskun kuptimin jo vetëm ushqimi dhe pija, po kuptimin e fatit, kuptimin që përmenet dijes, të besimit. Prandaj nganjëherë na lakmojmë me shohim një njeri që nuk është besimtar hiç, dhe thëmë që kjo nuk përbeson Zotin, po pse këtë mirat i ka. Na harrojmë, këtu e kemi minimizu kuptimin e riskut. Risku është edhe imani, besimi. Dhe nëse krahasojmë, a është risk më i mirë? A është pasunia apo imani? Natyrisht që është imani. Se imani është risk i cili ka me të vyë dhe ka me të shërbyer dhe në botën tjetër. Nëse ki prandaj është, na duhet me kuptu këtë gjë, atë më ka pëlqyer një thonje që thëke njeriu si duhet me ngushëllu veten kur është në kushte të vështira. Ai në formë s'doher duhet me kthyer atë që është një grad më tolt, nëse është njeriu i varfën. Do të mundohet me mendoj që ka dhe më të varfën se saj. Por çdo duhet me çështën e ahiretit me kthyer ata që janë më anal. Po, në çështjen e dynjes, ata që janë më. Në çështjen e ahiretit natyrisht ai që i ka punë të mirë. Jo më thon vallane unë po falna ose unë po dhon rrugën e Zotit, po dhon 5 euro në ditje. Unë do të mendoj që ka njerëz që jep 500 euro në ditje ose 5000. Prandaj me rëndësi ajo ku pata dëshirë me dalë që me qelë si mohabet, kështu është aspekti i pasurisë zemrës. Duhet me pas parasysh të çështja e rrezikut që njerëzit sot nuk interesohen fort se këqyrin e marrin halal apo haram. Ka pjovja, nuk lodhen, më rëndësi është me mbledh. Ai që e merr halal, qoftë edhe pak, 1 dinar të koftë, 1 euro, po e ka halal, Zoti ja shton bereqetin tonë. Shta Zoti ka thonë, ai që i tutet Zotit, çka Allahu xhashoni ja çon rrezikun ka se kujton. Një prej të mirave, ja çon rrezikun ka se kujton. Ai llogari që për shembull i ka 150 euro të ardhur në mujt, po gjatë mujt i vijnë tjera ka, të mira që se din hiç. Pse se Zoti ka shtu bereqet në atë pasuri. A dikush i ka me 1000, me 100.000 euro, me bumi halyp 5 euro, 10 euro, s'ka borxhe sikletove, pse se s'ka bereqet në tonë. Nuk është i kënaqur. Ne e dimë, në kalumë në shumë raste e dimë, për shembull, ka pas familjar që s'kan punu hiç, po kur ka çështja e ndonjë ceremonie si rasti martesës, e diçka ndonjë obligim i madh më kry, kanë shku bashkë të çaj që s'ka pas shumë të ardhura, pe ti kanë marrë parë.
se Zoti ja shton bereqetin. Për këtë arsye tregohet një rast Aliu radhiyallahu anhu ka hyrë në xhami mu fal, edhe e kalon devën një djalit aty që se ka njoft, ja kalon me arrujt. Kur del prej namazit Aliu i ka bu gati 2 dirhem me ia dhon shpërblim që ja ka rujt devën. Del e gjon devën e zgjidhen, edhe devja pa kërpesh, pa atë litarin. Që e mban. Që e mban devën. Që ka ndodhë? Ai që ju kalon e manet me rujt devën, ja ka marrë atë litarin dhe ka qu me shit, me marrë pare. Aliu i ka përgatit 2 dirhem me ia dhon dhurat. Dhe që me bu Aliu i thët djallit vetë shkon në pazar dhe ble një kërpesh një litar. Edhe shkon djallit e ble një njëjtin litar për ati hajnit. Me 2 dirhem. Thët subhanallah Aliu. Ka shumë njerëz që nuk janë gjendje me duru, nuk janë gjendje me duru deri në momentin që e ka caktu Zoti me marr halalin, e marrin formën në haram. A që ata e ka marrë njëtën, për e ka marrë haram, nuk ja sheh hajrin. Në këtë arsye na duhet me jetu se tregohet të rasti i burrave, gjeneratave të para njëna prej grave muslimane, prej selefit i ka thonë burrit vet kur ka dalë me punu, rrezikun që ja u ka pru, duhet me ditë çapi çon familjes. Mos i çon haram se s'ja sheh hajrin. Pasojat janë të mëdha, i ka thonë burrit vet, na durojmë urien ma let, ama zjarmin e xhenemit nuk mund me duru. Kështu që ti kujdes çfarë na bën. Të ndoshta është edhe kur pejgamberi sa kur ka fol për ushqimin më i mirë. Ka thonë ushqimi më i mirë është i Davudit alayhis salam. Pse arsyeja? Se është ushqyer nga puna e durve tij, në farë nuk ka prit që ato që thamë edhe më herët me qenë parazit të tjerëve. Baba mon mua, kam një vëlla jashtë vendit, në Gërbet, në Gjermani, atje këtu, dhe në farë është angazhuar edhe vetë. Edhe mendoj që tek kjo pikë është edhe qëllim i armiqve të Islamit, që shoqëria islame mu bë parazite, me jetu me social. A me prit, domethënë, ata kanë qenë si fen me shpjeguar në këtë formë. Mi ja shpjeguar njerëzve që gjithçka është e caktuar prej Zotit, risku është prej Zotit, ti mos puno, mos angazho, pret se të vjen ty, pa torë nuk ka me lan. Prandaj mendoj që këto të qenit parazit apo handicap për shoqërinë Islami edhe pejgamberi Islam edhe me lutje. Pejgamberi praktikisht një prej lutjeve që ka bëu ka thonë o Zoti i Madhreshëm, umruj nga përtacia. Dhe qenit i dop përtacia, për arsye se përtacia i sjell gjitha të këqijat. Ka pas raste kur pejgamberi lut ka thonë o Zot ruaj nga varfëria dhe mosbesimi. Kum pas dëgju para një kohë një profesor i filozofisë në Shkop prej tij kum dëgju një fjalë shumë më ka pas pëlqyer. Thënë kur momentet kur hen varfëria prej dere, dhe që besimi del prej dritare. Në atë kuptimin që kur njëri është parazit, atëherë ai kam i shfrytzuar rrugët, domethënë se s'kam jashtë e keqe. Kuptimin është një belan veti, kam i shfrytzuar rrugët jo halal për me ordër e to. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që ushqimi jon, pija jon, veshmbathja jon, vendbanimi jon gjithçka me qenë halal, për arsye se tani edhe kur të thrasëm Zotin, nëse nuk i ka këtu parakushte, atëherë Allah edhe në lutjet tona nuk do të na përgjigjet. Ashtu që ka përmend pejgamberi alayhis salam atë rastin që mund është ndoshta edhe më mirë me elaboru. Ka thonë pejgamberi për këta që nuk interesohen se rrezikun e kanë halal ajo, ka thonë çdo trup i cili rritet, zhvillohet prej haramit, i pari që ka me pas hisën të është zjarmi i xhenemit. Për këtë arsye duhet më utut asaj mënyrës të fitumit në formën e haramit, o më mundu gjithmonë me marr halal. Me marr ato çka ja sheh hajrin që thot popullin. Ato çka ka bereqet në to. Tjetra që e cekëm më herë, ato është shumë e rëndësishme me kuptuar që mos mu lodhë shumë psikikisht se na pe vrem që populli jonë shumë edhe ata që s'punojnë fatkeqësisht, edhe ata që s'punojnë, edhe ata lodhen me çështjen e rrezikut. Se ai s'punon, po gjithmonë ka atë preokupimin, a kam, a s'kam, apo më bjen, as po më ndihmon, ai tjetri e kanë herë edhe i fajsojnë ata që s'ju ndihmojnë. Pse ky është bo parazit që mundet me punu, po tonat mirat i ka, po ton në formën më të lehtë me e marr. Ndërsa i shohim ata që s'janë rahat psikikisht, të punu shumë, të mundu me marr, që thojmë na me nxon dynjan, që se ka nxon kushi, duhet me kuptu që veç ato që ka Zoti na i ka dhënë, edhe Zoti s'na harron. Pa harxhu që atë kreditin, atë mbushjen që Zoti na i ka caktuar, na nuk kemë me vdek. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sa rrezku e njek birin e Ademit, njeri në fjala, e njek ma shumë se sa vdekja. Se sa e gjeli. Ma shumë të njek rrezku me gjithë ku je me kryq ato që ato ka caktu. Se duhet mu pështet në ato se Zoti na i ka caktu ato dhe mos mu sikletov. Treguhet, është një rast me Sulejmanin a.s. edhe insektit.
Sulejmani Selam e ka vetë një bubrec, për shkak se Sulejmani Selam e dim që Zoti ja ka mundsuar me fol me insekte, me gjallësa, me komuniku me gjallësa. Me gjint, edhe e pyet një bubrec, Sulejmani thot, sa të vyn ty për një vjet. Sa duhesh me pas të ushqim depozitum për me kalu një vjet. Thot 2 kokra grën. E merr Sulejmani sa më shtin me e mshël me një vend, ja çet 2 kokra grën. Kur e shël mas një vjet e ka hungur veç një kokër. Pe vetë Sulejmani sa më thot a mund ke rajta. Kom vetë sa, ke thonë 2 tash veç një ke hungur. Thot sa më ka një lirë, sa më ka një lirë me hunger vet, me lyp vet rrezikun. Dhe të kom di që Zoti s'm harron edhe i kom hunger 2 garant e kom pas që 2 vin. Dhe ta ma kur ju met në dorë të njerit, rrezikun me pas në dorë të njerit, thot kom menu që më harron, thot një ditë kom agjeru, një ditë kom hunger, pastaj kom hunger veç një kokër. E këtë arsye, për këtë arsye pejgamberi sa më thot nëse ju mbështetni Zotit hakikat me të vërtetë ç'është duhet. Mbështetja në Zotin pra shfaqje që duhet me punu, edhe me kanë i ratum që Zoti të jap rrezikun. Atëherë thot pejgamberi sa më kishit me kanë si shpes, dalin turitura kthehen të ngopura. Po dikush të shpes të kollaj, pse se shpes të kanë barkin e vogël, na vijnë më shumë me hunger. Mirë, thot nëse doken shpes që e kanë barkin e vogël, ju vijnë pak me hunger, këqyri elefantin, këqyri devën, këqyri ato krijesat e mëdha që e kanë barkun e madh, edhe ato nuk hekim për rrezik. E po hekim na? Isha ndalë edhe te kushtimesh po thamë të 2 pika se po mendoj që i kemi minutat e fundit të misionit, ndoshta mund dal pak se është më rëndësishme për ata të cilët po na shiqojnë dhe po na përcjellen. Elementi i parë ka të bëjë me atë që po përmendet pasuria, kërkimi i pasurisë halal, erdhëm në përfundimi që po besoj edhe ti don me çështjet ndoshta pak më ndryshe, por ajo se patjetër duhet të angazhu, me punu dhe risku i Zotit është i caktuar, por na duhet me lyp atë riskun halal për cilën Zoti ka më na shpërbly neve. Edhe kur na me atë riskun halal i ndihmojmë dikujt, atëherë kemi vlerën e sadakës, lëmoshës kështu me radhë, dhe ndoshta do ta kemi vlerën edhe atij që në formë lufton rrugën e Zotit të Madhreshëm. Kjo është ai koncepti i parë. Mirë, po nganjëherë grumbullimi i pasurisë, qoftë edhe halal, të shumë njerëz bëhet shkak që me harru Zotin, mos me përmend Zotin. Prandaj shohim që shumë ajete Zoti ka thonë o ju cilët keni besu, mos bëhet pasuria, familja, vlat, që ju pengojnë ju nga përmendja Allahu xhaleshanu. Ndoshta është kjo ajo korniza e cila neve na tregon që po, na me lyp riskun halal, po me mos. Tu ja dhon secilit send hakun e vet. Kemi hak ndaj Zotit me adhuru, me përmend, me përkushtu, po kemi edhe hak ndaj pasunisë tonë, cilën me kultivu, me rujt, me shtu pasuninë me halal, po edhe me dhon ato ku Zoti na ka ftuar. Zoti na ka tregu për to, thot me ato që ata kumdon prej dynjas, ha? Po. Me ato që ata kumdon prej dynjas, që të mbledhin qoftë halal, që e ke fitu, edhe për halalin, po thot me ato që ata kumdon kërkoj ahiret. Do thotë që ato që po thu mos të harrojmë Zotin edhe me pasurinë halal, me to me pas synim që me fitu kënaqësinë e Zotit. Se Zoti do njerëzit punëtor. Zoti do njerëzit ata që punojnë. Dhe elementi i rasti kur ka hi në xhami ka fol njëri pejgamberit e ka pas dorën e grethë si dorët e punëtorëve, zakonisht janë. Nuk janë të lëmushme, nuk janë buta të kremit, të pomadës. Edhe kur i fol pejgamberi sa më shet dorën e grethë e çon dorën para shove e thotë që dorë da Zoti. Subhanallahu. Domethënë kjo është edhe ai thirrja që Zoti ka thonë wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dhe thuaj punoni se Allahu do ta shoh punën e juve, do ta shohë dërguari i tij dhe besimtarët, domethënë me punu më angazhu. Elementi i dytë ka të bëjë me këtë. Përmendja mbështetja në Zotin e Madhreshëm, më herët kalim thonë përmend apo edhe ti shkaqet. Unë ka pëlqyer shumë në shpjegimin e dietarëve që po besoj ndoshta kjo vlen me qenë ndonjë temë veçantë në emisionet tona të radhës, por do ta kisha përmend këtu në atë aspektin e rrezikut. Nganjëherë na them i mbështet Zotit, sikur ata që i thanë Omerit. Po harrojmë na që mbështetja në Zotin e Madhreshëm është e vërtetë që ai që mbështetet Zotit hakikat, Allahu i mjafton atij, qoftë në aspektin e rrezikut. Mirë, po i ka disa parakushte që duhet mi plotësu. Janë disa shkaqe që na i quajmë sebepe që duhet mi marr. Janë 2 lloje shkaqe që i përmend ky dietar. Lloji i parë i shkaqeve janë shkaqe materiale, ligjet cilat Zoti ka vendosur në kozmos. Për shembull, për marrë e përfitimi ose fitimi, dohet me punu. Kjo është ligj të cilën Zoti i Madhreshëm e ka vendosur. Mirë, po janë edhe disa shkaqe tjera, që quhen shkaqe sheriatike, apo në formë një lloj site i cila i filtron këto shkaqet e para cilat Zoti ka vendosur. Çka? Me ndal pak mi. Këto shkaqe që i marrëm na puna, kjo punë,
kur thamë shkak sheriatik, a është halal apo haram? Se ka punë që është, a është halal apo haram? Prandaj, kur puna është halal, ne e krymë qatë punë halal. Kjo është lloji i dytë i shkaqe. Për kësaj kalojmë te zemra. Është një lloj pulle, ky dietore për na shumë bukur thotë, është një lloj pulle e cila pastaj vjen radha të parë, dytit pulla, e cila duhet të më shtyp. Ku është fjala për zemrën? Pa, këtu është vendi i mbështetjes në Zotin. Nuk është se mbështetja në Zotin nuk është ritual praktik që bën kuptimin, po është ritual i zemrës. Prandaj mbështetesh Allahun xhaleshanuhu dhe tek momenti kur i ke marrë shkaqet e para, dytat. Ju ke mbështet Zotit madhreshëm, gjithsesi ju ke kthy zemrës. Edhe ju ke mbështet hakikat Allahut madhë që i ke bën angazhimin, e atëherë gjithçka hen në funksion. Atëherë të mjafton ty Allahu xhaleshanuhu. Ndryshe, mo nuk ke nevojë për kërkan. Pra, ke nevojë vetëm për Allahun xhaleshanuhu. Në këtë formë, edhe të çështja e riskut, besoj që teleshikues duhet me pas qartë që në këtë formë duhet me kuptu risku po duhet me marrë shkaqet. Shkaqet janë ligjet e Zotit. Zoti ka vendosur Kur'an. Është e vërtetë që këto ligje që Zoti ka vendosur Kur'an për pejgambert, për evliat, për dashnët e Zotit nganjëherë edhe Allahu xhaleshanuhu i thën këto ligje. Për shembull kemi rastin e Meriemës, aja që përmendëm më herët, ai që i frigohet Zotit, Zoti e furnizon ka nuk e pret. Ka se pret hiç. Ashtu i than Meriemës kur hini Zakaria te Meriemja alayhis salam çai tha Merieme, ka ky furnizim. Tek Meriemja thuhet se gjet rrosh, fruta që cila zoni tyne. Ishte ku dimrat, domethënë rrushin dimra nuk bëhet. Tha kjo është prej Zotit. Kemi këtë raste kur Zoti i thën ligjet për robët e tij të sinqert. Mirë po, na po flasim përgjithsisht. Njerëzit kanë qef sot na jemi të jetuar në kohën e materializmit, njerëzit kanë qef gjonat me apo materiale në kuptimin që mi po dukshme dhe me kohë prekshme. Prandaj Zoti madhreshëm këto ligje që i ka vendosur na ka treguar që këtu ki mundësi mi prek, ki mundësi mi kuptu. Ti kryej ajo që kërkohet për javën tonë, Allahu xhaleshanuhu domethënë jap premtimin e vet. Thot pejgamberi son për më na nxit për punë që mos munal. Na po flasim për riskun, po ato që e cekët hadithin që më i miri për njerëzve ka thonë që është i dobishëm për njerëzit. E thot një hadith pejgamberi sa thot ai njeri i cili e mbjell një pemë edhe hajnë njerëzit prej saj, ose kafsht, ose shpest, për çdo fryt që kanë përfituar qoftë njerëzit ose shtas ose shpest, për çasoj pemë që ai ka mbjell, thot pejgamberi sa ati i falet ka një gjuna. Çka po na nxit pejgamberi sa që vazhdimisht me punu. Vetë pejgamberi sa është interesant historia e pejgamberit dhe për shokëve të pejgamberit alayhis salam. Ademi alayhis salam është kon hamal. Idrisi alayhis salam është kon rrobaçeps. Nuhi alayhis salam tregohet që është kon tregtar. Shumë pejgamberi sa vetë i dërguar me jon është kon tregtar edhe bari i deleve. Kur këta njerëz nuk i kanë zgjedh profesionet, këto një problem që shumë të ri sot nuk punojnë çfarë do punë, dojnë veç punë zyrtare apo. Jemi në përmbyllje të emisionit. Mirë, po këta nuk i kanë veçu punë. Po se kanë zgjedh, si të është halal nuk kanë rëndësi, pastu sa çka do të është, duhet me punu ato. Edhe pse kanë qenë pejgamber, dashtën Zotit, kanë punu, janë angazhuar dhe ka qenë shembull praktik natyrisht shembulltyra jonë të nderuar teleshikues vëllezër dhe motra është që ti kemi shembuj edhe i kemi shembuj pejgamberët tonë, cilët Zoti na i ka dërguar, edhe për cilët Zoti ka folur në Kur'an. Inshallah Zoti madhreshëm na bën prej atyre ato që flasim edhe veprojna. Inshallah Zoti neve dhe juve gjithëve na jap rrezik halal, duke angazhuar me halal dhe na bën të kënaqur me ato që Zoti na ka dhënë. Kjo është pasuria më e madhe, çka thot pejgamberi, nuk është pasuria e mollit, por pasuria e vërtetë është pasuria e shpirtit. Zoti i pasuroj shpirtrat tonë. Kudo që jeni, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.